Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Bashkë po takuemi përsëri në episodin e radhës së Kosova tjetër. Sot kemi ardhur në fshatin Grabanicë të komunës së Klinës. Fshat ky me bukuritë shumta natyrore dhe me shumë histori në vete. E për më shumë do na tregoj vetë banori i këtij fshati. Përshëndetje, shumë faleminderit që na pritët fillimisht. Faleminderit që keni ardhur me vizitu këtë fshat. Unë njoft me historinë dhe të kaluamën e këtij fshati, edhe me gjitha çka kem kryer dhe çka synoj me kryer dhe çka po planifikojmë. Unë e thash se jeni banori i këtij vendi apo na prezantohesh shkurtimisht? Unë jam Sedi Baleci. Jam banori i këtij lokaliteti, një herët unë e njoh mirë këtë lokalitet sepse gati që 35 vite bën që jam aktivist i këtij mjedisi, i këtij fshati, i kësaj bashkie lokale. Për fat keq më konë majoriu ndër shokat, shumica e shokëve që kom punu me ta e veprimtarëve nuk janë më, shumica kanë vdek, do janë vjetër, edhe unë kom me të hale në mesin e tyne që e një mirë të kaluamën e këtij mjedisi. A na njoftëm për pak më shumë me këtë fshat, a na tregon diçka? Është një fshat i vjetër, i lashtë, i përbën për disa familjeve që vjeta që jetojnë këtu, do pak ma vonë më atëja, si për shembull familja njoft nuk Sahidve, familja Bardhezve, e Balezvin, familja jonë, është familja Legve, Temve, Sylaj, Berishaj, Ademi, edhe shumë familje, po janë edhe do më atëja që kanë ardhur gashim, do ma vonë e furniqe. Digo ma vonë, të tjera që janë, ky fshat ka shumë karakteristika. Një herë fshat i vjetër, o fshat që o kallë 2-3 herë në të kaluamën. Edhe është ndërtu pra? Edhe është ndërtu. O fshat që në luftën e parë vitet 1918, njerëz të këtij fshati janë kallë dhe kanë djegë shkit në pëzgjalli, kështu. O fshat që ka përjetu edhe luftën e dytë. Unë një dhe fshatat e para në Kosovë, mas Qerezit, masakës Qerezit, Jasharev edhe Haradinav, o fshati dhe bashkia parë lokale që o djeg në Kosovë në muajin maj 98, që ju ke bashkangjit lunës. Plus, edhe para mojt, pe vitë 90, na jem distancun nga Serb, kem pas shumë të kalume të tjilër me ta, kem vetë organizu, vetë mbrojt, kem rujt me arme 10 vite dhe para luftë. Njerëz të këtij fshati, jo gjithë po disa njerëz të këtij fshati, kem shkollën e vjetër që diku e ka pas shumë nxënës dhe burrë me to me emrin Azembeta, e kem mbrojt emrin Azembetës, e kem mbrojt shkollën, që kem pas shumë probleme, shumë njerëz, shumë arsimtarë, shumë drejtarë, shumë qytetarë, janë në rrep i policisë, edhe gati mund me thonë nuk ka shtëpi këtu në fshatin tonë që nuk o marrë e nuk o rrep i policisë, që kem pas policë vendastur të fshatit. Tu e bëjt emni shkollës emni Azembeta, që datë ko emni Azembeta dhe emni gjimnazit Luq Gojaku që kanë qenë pike zezë për Serbinë, edhe janë mundu me çdo kusht me hek, na i kemë bëjt me çdo kusht. Këta njerëz këtij fshati njihen si veprimtarë të mirë, nuk po du mi përmend tash me emra se na duhet kohë gjatë që kom shumë edhe dikuj muj mi met bërgj, njihen njerëz që kanë dhënë shumë për shkollën, dikur kem qenë një ndër këshillat më të suksesshëm financiar që kem ndihmu shkollën, me ato rrogat e vogla që janë kon, kem ndihmu shkollën me dru, kem ndihmu me stufa, janë familje të këtij fshati që kanë shu shtëpitë veta për shkollë, edhe pse kanë pësuar në rrepa atë punë, edhe njihet edhe për aktivitete tjera çdo herë që ka ndaj aksion si në shkollë. Si këtë dhomë tash ku jem këtu para saj e kem ndërtu me vetë financim, bashkëdhëtarëve tonë, nga banorët e këtuit, vorrezat i kem rregullu mirë nga banorët e këtuit, po çdo herë kem pas edhe kem edhe sot, edhe për krajën e kuvendit komunal, kryetarit komunës, edhe shumicës drejtarëve që edhe ata duhet i faleminderoj që na gjinin në çdo kohë për shumë projekte që kem realizu, na u kanë gjetë edhe kuzohe sa herë kanë pas mundësi që jam faleminderues ndaj tyne. Po jam faleminderues edhe ndaj fshatarëve që nuk kanë hezitu, vite 10% çdo herë janë aktive. Folëm për të kaluarën e tash po ndalim edhe pak për sot. Si është jetesa në këtë fshat në ditët e sotme? Sa është i banuar ky fshat sot? Sa po braktiset? Tu marrë parasysh që shumica e fshatrave jo vetëm për në gjithë Kosovën, po ka shpërngulje të qytetarëve, të banorëve, po në këtë fshat
Si është jetesa sot? Kjo është një smundje po e gjithë më sukun kajtë Kosovën. Ky fshat ndërtu nuk dijen edhe pse ka qenë 90% i djegun i shkatrum, me pa fotot jetë meruse, ndërtu që ta mërmene që s'ka pas luft. Po fatkesisht gjysa shtëpia vjen në mshelne. Kanë shku njerëz kanë emigreu jashtë, dikuar tanë banorët e këtij fshati janë marrë veç me bujqësi, kanë jetu, shumë pak ka pas punësum në jetën institucionale këtu në Kosovë, po kanë jetu në konë afër njëri tjetrit, për fatkeq. Kjo bang e madhe edhe për neve, që shumica kena merë vetën, dikush 1-2 shpet e të, dikush mshel kajt veç vinë në pushime, kua pushime, voni jetë pak ma e gjallë, ma mje, po ata pak po shkojnë. Edhe kjo shkollë që për mene ka pas diku 800 nxënësa, ku e më konë nxënëse dhe shkollë, tash ka merë me 200 nxënësa, kjo është... Këgja një numër, një ramje numër. Numër i madhë ramje, që fatkesisht ne po na duhen edhe mësë me konë mërgata në nuk ishim që nuk e kem, po e kem edhe këtë pasoj tjetër që kuj pe abojmë atë, për konë pe kem këto. Jeta në shato shumë e mirë, as kem probleme etnike, nuk më thëmë se s'kem, jem veç komunitetet shqiptar, kem edhe familjet komunitetit rajqi, këta po jenë shumë sinqertë, shumë nuk ka probleme, sëmë kena pas dikun 70 më të shpi, familjen e njoft në gjurë shqeq, dhe ndollovin konë familja garisht, që kaj që të zeza i kem pas për tyne, po për fatë mirë, na kem punu pak herë, që është në vitet 2004 ato, kem bani pa din dhe tyne, ata kanë shumica për tyne kanë flet arreste, s'jën këthy këto, edhe mu këthy kanë venin do bravo, dirët, nuk e kanë venin të në mesin tonë, edhe na tjertë as nuk ka probleme, as ka nga resa, as ka kështu së kur ndodhin në fshatet tjera, jo rraje, jo vrasje, ato, këtu jem shumë qetë, vetëm mungesa e banorëve. Tash i kemi 200 kusur shtëpi nga banisë, që shumë territor i hapë, nuk i kem rezidenta 700 banorë, në vend që o nuk mi pas një 2000 si para luftë i ke pas 1400 banorë rezidencin. E përmendëm se ka që është një zonë ku bujqësia dhe blegtoria në të kaluarën kanë funksionuar ashtu siç duhet, edhe një numër i madh i banorëve janë marrë me bujqësia e blegtori, po sot bujqësia e blegtoria merren pak, po jo sigurisht mund. Merren pak njerëz që janë pak ma, që kanë tokë pak ma shumë, që kanë dikon që punojnë, si me të vërtet është problem i madh edhe për me gjetë, edhe me dash me punu, me për me gjetë punëtore me ato, se nuk ka, po merren njerëz, nuk shihet tokë që është shumë batal, po që shumë me punu, që shka punu për pare nuk është. Jo, çka është karakteristika kryesore e këtij fshati, ndoshta për çka veçohet ose njihet mas shumëte? Çka kështu Ky fshat mas shumë të veçohet që thash jem disa familje, disa barqe që i thonë ase fise, që gjithë ke marrëdhëniet mia sukur me pas veçohet thash për të kalumen, që ka pas një traditë shumë të kalume, janë djeg familjet në këtë fshat, familje tjera, sukur familja jonë e balezve, kanë migruar në kohë atërë, kohën Rankovicit në Shkup, Turqi, në Belgjik, mi 200 antarë të familje së një kam veç në Belgjik. Dhe të sot, djemë të mizë, me në Allah, që në bo 4-50 shpi, ata faktikisht që është njërë për i tyre, kjo shpija tjere, jenë këthy kanë dërtu, këtë po vinë vetëm në... Vetëm pushimeve. Ose kanë blenë penë, pëzën, qenda, po për ndryshe... nuk e kanë harru, po harru venin nuk e kanë, kështu 80% fshatit nuk e ka harru venin, nuk e ka harru të kalumen, kontribon për venin, janë konë çdo herë dorë dhënës, janë konë çdo herë mikpritës, këtu kanë kalu edhe njerëz tjerë kena ndihmua, kena marrë edhe njerëz tjerë, kena marrë, nuk kema drejt me thonë kena marrë, po kena ndihmu edhe familjet e minatorëve, familjet e skamnorëve, drejnicën e kur kanë pas nevojë në kohën e shtira, do të thotë çdo herë kanë solidar, edhe ky fshat njihet me solidaritet. Për fat mirë, thashë kem 80% bashkëdhetarëve se për çdo projekt që kem e që i thirrim na përgjegjen edhe janë aktiv këtu, me ne nuk hezitojnë. 100% nuk bëhen kërkun, nuk ka. Normalisht. Po pa marrë parasysh gjitha fatkeqësive që ka ndodhur përgjatë historisë në këtë fshat, ky fshat sot po e shohim se është i ndërtuar edhe i ka gjitha kushtet e përshtatshme për një jetesë të mirë. Nuk është se i mungon diçka, me sa po arrime po,
ka gjithçka për një jetesë njerëz të kanë mirë. ndërtu shtëpiat mira, janë ndërtu rrugë, janë ndërtu trottoare, janë ndërtu kanale. Është shkolla për nxënësat, janë gjitha janë rregulluar kushtet. shumë mirë vorrezat e fshatit që një pasqyrë e fshatit. Janë gjitha, këto individuale, këto e bojnë individuale, këto tjera projektet, pendët që edhe to ka shumë pjelluar që u hitet, e këto trottoare, këto rrugë, këto kanale, këto kanalizime, çdo herë kemi përkërën edhe për pushtetit që të thash, se nuk mujmë gjitha vetë me realizu. Unë falenderoj shumë për kohën, për neve ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe ju që keni gjetë kohë më ardhë, kisha pas dëshirë të shikoni një javë më pas që me datën 20 kem ditën e shkollës tu dhe kem zbulimin e busit të Zëmbetës. Edhe nëse i keni mundësit, i dhe të ftuar edhe si televizion, edhe si me morë pjesë, me datën 23 këti muj, do të thot, e kem një bust, kem njës iniciativën vetë me maju, atë komuna e morë pasi, për të kjo institucion, do t'ja rregulloj une, edhe do të thot, do t'a bojmë kemi faj ceremonie. Nëse i keni mundësit, i dhe të ftuar, edhe të mirë se arën nga fshati. Edhe faleminderit edhe ju që keni gjetë ko, me pa njerëz të pasqyrë të mjedisit, të lokaliteti, faleminderit. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, kaq kishim për sot nga Kosova tjetër. E ne bashkë takohemi në episodin e radhës në një vend krejt tjetër. Deri atëherë, tong tong.